Dashi. Sot është një ditë ku ndjenjat dhe mendimet do të ndizen si një flakë e brendshme. Në dashuri, mos hezito të shprehësh atë që ndjen. Sinqeriteti do të jetë çelësi për të forcuar lidhjen. Në punë, ndjerësitë e tua mund të shtyjnë të marrësh vendime të rëndësishme. Mos u trego i nxituar, mendo për pasojat para se të veprosh. Financat po kërkojnë vëmendje dhe kujdes, prandaj qëndro i organizuar për të shmangur surprizat e pakëndshme. Kujdes me shpenzimet e panevojshme. Në përgjithësi, kjo ditë të fton të meditosh dhe të gjesh paqe me veten. Një shëtitje në natyrë do të të ndihmojë të qetësosh mendjen dhe të harmonizosh energjitë. Lejoje veten të ndjek rrjedhën natyrale të jetës. Demi. Rrezet e diellit sot sjellin një ndjesë të veçantë qetësie dhe harmonie në jetën tuaj. Dashuria do të ndriçojë çdo cet të zemrës, ndaj kushtojini kohë partnerit dhe krijoni kujtime të reja së bashku. Në punë është momenti i duhur për të përfunduar detyrat e lëna pezull dhe për të planifikuar përpara. Finansat mund të përfitojnë nga një rishikim i buxhetit, shpenzoni me maturi dhe investoni në të ardhme. Lidhja juaj me natyrën do të jetë e fortë, prandaj dilni për një shëtitje në ajër të pastër. Ndoshta një ide e vjetër do të rikthehet në mendjen tuaj, duke kërkuar vëmendje. Lërini vetes hapësirë për reflektim dhe besoni intuitës suaj të fuqishme. Mos harroni të falenderoni për gjithçka që keni. Binjakët, dita nis me një ndjesë të freskët optimizmi, duke të frymëzuar të eksplorosh ide të reja. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin tënd mund të sjellë qartësi dhe afrim. Ndërsa për ata që janë të vetëm, një misi e re mund të hapë dyert për diçka speciale. Në punë, përqendrohu në detaje dhe mos nxitoni për të marrë vendime të rëndësishme. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e mëdha impulsive. Mos hezito të kërkosh këshilla nga një mik i besuar nëse ndihesh i pasigurt për një çështje. Ndihesh i lidhur me natyrën, prandaj kalimi i kohës në ajër të hapur do të rifreskojë shpirtin tënd. Dita përfundon me një ndjenjë të thellë mirënjohjeje. Gaforja. Sot do të ndjeni një ndjesë të veçantë të qetësisë, si një valë e butë që përqendrohet rreth zemrës suaj. Momente të vogla do të shndërrohen në kujtime të çmuara me të dashurit tuaj. Në punë do të jeni i vëmendshëm dhe plot energji. Një projekt i harruar mund të dalë në pa, duke ofruar mundësi për të zhvilluar profesionalisht. Financat tuaja janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme sot. Ndjeni nevojën për të krijuar një hapësirë të re në shtëpi, e cila do t'ju sjellë ngushëllim dhe frymëzim. Një aktivitet krijues do të jetë çelësi për të shprehur ndjenjat tuaja më të thella. Kujdesuni për shëndetin dhe mos harroni të relaksoheni në fund të ditës. Luani. Dita e sotme sjell një ndjenjë të thellë lidhjeje dhe harmonizimi me të tjerët. Në çështje të zemrës, lejo zemrën të drejtojë dhe trego ndjeshmëri ndaj ndjenjave të partnerit. Një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, ide të reja pritet të dalin në sipërfaqe. Përqafoni kreativitetin që të rritet suksesi juaj profesional. Financat duken të qëndrueshme, por është mençuri të shmangni shpenzimet e tepërta. Sot është një ditë e shkëlqyer për të planifikuar të ardhmen tuaj ekonomike. Meditimi ose një shëtitje e qetë mund të ndihmojë në balancimin e energjive tuaja. Një ëmbëlsi e veçantë ka kapur ditën dhe fton shpirtrat të ndjejnë lumturinë e vogël që fshihet në gjërat e zakonshme. Kjo është një kohë për të ndjekur pasionet dhe për të ndërtuar lumturi të qëndrueshme. Virgjëresha. Më 15 dhjetor, dita juaj fillon me një energji të freskët dhe të lehtë. Ndërsa ecni përpara, përpiquni të ruani balancën mes punës dhe jetës personale. Nëse jeni në një marrëdhënie, sot është dita e përsosur për të ndarë ndjenjat tuaja më të thella. Partneri do t'ju kuptojë dhe do t'ju mbështesë. Në aspektin profesional, një projekt i ri mund të kërkojë përkushtim, por rezultatet do të jenë mbreslënëse. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke bërë një shëtitje të gjatë ose një praktikë meditative. Mos lejoni që tensionet e vogla të ndërhyjnë në paqen tuaj të brendshme. Ndiqni intuitën tuaj, ajo do t'ju udhëheqë në rrugën e duhur. Peshorja. Dita e sotme premton një drip të re për ju. Në fushën e dashurisë është koha e duhur të shprehni ndjenjat tuaja me sinqeritet dhe butësi. Mos kini frikë të bëni hapin e parë, zemrat do të gjejnë ritmin e përbashkët. Në punë, qetësia dhe durimi janë aleatët tuaj më të mirë. Mundësitë për rritje profesionale po trokin në derë, pranoj ato me guxim dhe përkushtim. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj qëndroni të matur dhe shmangni shpenzimet impulsive. Sot është dita për të bërë një plan të qëndrueshëm për të ardhmen tuaj financiare. Energjia e brendshme ju frymëzon për të ndjekur ëndrat tuaj, mos lini pas dore asnjë detaj.
hapni zemrën ndaj mundësive të reja dhe ndiqni rrugën tuaj me besim. Akrepi. Sot është dita për të reflektuar mbi ndjenjat e zemrës. Ju mund të zbuloni një dedikim të thellë për dikë që nuk e keni vënë re më parë. Në punë, ndonjë detaj i vogël mund të bëjë gjithë diferencën, ndaj mbani sytë hapur. Mund të ndjeheni të mbingarkuar me përgjegjësi, por do ta kaloni çdo sfidë me sukses nëse mbështeteni te aftësitë tuaja. Financat janë duke u stabilizuar, ndaj është momenti i duhur për të bërë një plan afatgjallë. Nëse ndjeni nevojën për të bërë një pushim të shkurtër, mos hezitoni, do t'ju ndihmojë të rigjeneroni energjitë. Besoni instinkteve tuaja dhe bëni hapin e parë drejt një ëndre që keni mbajtur prej kohësh brenda jush. Harmonia është qelësi i ditës suaj. Shigjetari. Sot do të ndihesh sikur energjia e universit është në harmoni me ty, duke të dhënë forcë dhe qetësi. Do të kesh mundësinë të ndërtosh ura të reja në marrëdhëniet personale. Nëse ka një diskutim të hapur në horizont, mos hezito të tregosh ndjenjat dhe mendimet e tua. Në punë, një mundësi interesante mund të shfaqet, ki besim në aftësitë e tua dhe mos i lër frikrat të pengojnë. Financat po i mbledhin rrezet e diellit, është momenti për të konsideruar kursimet dhe investimet afatgjata. Ndërkohë, kujdesu për veten duke marrë kohë për reflektim dhe relaksim. Një shëtitje në natyrë ose një moment qetësie do të ndihmojë të rigjesh balancën e brendshme. Britsjapi. Sot ndjen një energji të re që të mbush me vendosmëri dhe pasion. Në fushën e dashurisë është koha për të shprehur ndjenjat, të cilat mund të jenë mbajtur brenda për kohë të gjallë. Një bisedë e ndjerë mund të sjellë afërsi dhe mirëkuptim të thellë. Në punë, përqendrohu tek detajet dhe mos e nënvlerëso fuqinë e planifikimit të kujdesshëm. Një projekt i vështirë mund të ketë nevojë për vëmendje të veçantë, por mos u shqetëso, aftësitë e tua do të shkëlqejnë. Financat paraqiten stabil, por ruaj një sy vigjilent për mundësi të reja investimi. Sot, mos harro të kujdesesh për veten. Një shëtitje në natyrë ose leximi i një libri të preferuar do të sjellë qetësi dhe balancë. Energjitë kozmike të mbështesin. Ujori. Sot, universi po të fton të thellosh lidhjet emocionale. Në dashuri, është momenti ideal për të hapur ndaj partnerit dhe për të ndarë ndjesitë që ke mbajtur brenda. Nëse je beqar, mund të ndodhë një takim që do të mbush ditën me ndriçim dhe lumturi. Në punë, do të hasësh një sfidë që kërkon kreativitetin dhe fleksibilitetin tënd të natyrshëm. Kjo është mundësia për të shkëlqyer, ndaj mos hezito të propozosh idetë e tua të guximshme. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, shmang shpenzimet e panevojshme dhe planifiko me zgjuarsi. Niveli i energjisë është i lartë, por kujdesu për veten dhe bëj pushime të shkurtra kur të jetë e nevojshme. Kjo ditë premton gëzim dhe harmoni brenda teje. Peshqit. Gjatë kësaj dite, universi të fton të ndalosh për një moment dhe të vlerësosh atë që ke arritur. Zemra jote rrezaton ngrohtësi dhe magnetizëm, duke tërhequr njerëz të rinj në rrugën tënde. Në dashuri, sot është dita për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur brenda vetes. Nëse ke diçka për t'i thënë një personi të afërt, gjej kurajën për ta bërë. Në punë mund të shfaqen mundësi për të avancuar. Ndërsa financat janë të qëndrueshme, është e rëndësishme të mendosh për të ardhmen dhe të konsiderosh plane të reja investimi. Ndjenja e balancimit dhe qetësisë do të shoqërojë duke të dhuruar paqe të brendshme. Sot është dita për të ëndërruar dhe për të planifikuar me vendosmëri.